Të nderuar deputet, dje është ndar nga jeta ish deputeti i Kuvendit Shqipërisë, Andis Harasani. Andisi ka qenë një profesionist i talentuar, menaxher i aftë dhe i spikatur, një parlamentar aktiv dhe i përkushtuar, cili u zgjodh deputet i Kuvendit Shqipërisë në 2 legjislatura në vitin 2005 dhe vitin 2009. Duke i shprehur ngushëllime familjes dhe të afërmve për humbjen e prindit, bashkëshortit, birit dhe vllait të tyre të dashur dhe nderim të kontributit të tij për vendin, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. U preht në paqe.